Aliona Laçi, 34 vjeç. Aktiviteti im është për blegtorin. Kemi fermën tonë këtu në Puk dhe aktiviteti ferma jonë përbëhet nga 100 kokë dhi dhe ne kemi dëshirë t'i zgjerojmë. Unë kam aplikuar te programi bursave i projektit Rural Albania për të zgjeruar njohuritë e mia. Njohuria ime më e vlefshme është sepse duhet të dija edhe temperaturën e qumshtit. Pasi bëj mieljen e bagëtive, marr qumshtin dhe në temperaturën e saj, marr i hedh majan edhe e hedh në forma të ndryshme. Kursi i përpunimit të qumshit e zhvillojmë, si thash, teorik edhe praktik, konkretisht. Dhe sot kërkohet shumë djathtrat e vendit që janë karakteristik të vendit, si që djathti feta apo kaçkavall e tjera. Ndër kursantët apo studentët që kemi këtu, kemi edhe Elionën. Eliona ka ardhur me dëshirë vetë, sepse nga nevoja që kishte në familje, në fermën e saj, për përpunuar sa më mirë qumshin dhe të marrte prodhimin të rritë cilësinë në produkteve të qumshit, erdhi në kurs. Programi bursave i projektit Rural Albania është një komponent i këtij projekti që lidhet me një reflektim të gjatë që është bërë midis RTM-s dhe ANRD-s pas një pune disa vjeçare që është bërë me të rinjtë e zonave rurale të Shqipërisë. Projekti Rural Albania është një projekt i financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim, e cila ka disa vite që punon në këtë sektor, duke ndjekur objektivat e Agjendës 2030. Kemi zgjedhur Elionën pikërisht sepse vlerësuam shumë dëshirën e saj për të rikthyer në një zonë rurale dhe për të punuar dhe të investuar në këto zona që, siç e dim, kanë një shpobullim të vazhdueshëm. Dhe të qëndroj në vendin tim ku jam, sepse e dua vendin tim dhe dua të punoj sa më shumë dhe të jap më prioritet vendit tonë edhe familjes time një jetë më të shëndetshme dhe më të mirë.